Dalja e lumit vjost nga shtrati disa ditë më përpara ka sjellë jo pak dëme në zonën e Novoselës. 11 familje në Novosel të komunitetit rom dhe 3 familje të cilat janë pranë urës së Mifolit janë përmbytur nga vëshimi i vjosës duke patur dëme të shumta sidomos në banesë por edhe në orëndi shtëpiake. Blu Televizion ka qenë nga afër duke përshkuar në këmbë për rreth 500 metra për t'u afruar dhe për të parë nga afër problemet e këtyre familjeve. Për më tepër, ndiqni intervistat e realizuara nga stafi i Blu Televizion. Dalja nga shtrati i lumit të Vjos ka shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në zonën e Novoselës ku 11 familje të komunitetit rom janë prekur drejt për drejt nga dëmet, ndërsa 3 familje të tjera në fshatin Fitore raportojnë situatë të ngjashme. Edhe pse kanë kaluar vetëm 2 ditë nga normalizimi i situatës, pasojat e përmbytjeve janë të dukshme. Rreth banesave ende ka prani uji, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Blu Televizion ka ndjekur nga afër gjendjen e krijuar në familjet e komunitetit rom, të cilat vazhdojnë të jetojnë mes frikës dhe pasigurisë. Banorët shprehen se për çdo rreshje intensive rrezikojnë të mbyten, ndërsa theksojnë se dëmet e kësaj here janë veçanërisht të rënda. Ata tregojnë se janë detyruar të largohen përkohësisht të këta afërmit dhe të kthehen sapo uji është rrequr, por kërkojnë një zgjidhje përfundimtare. E sipas banorëve, ndërtimi i autostradës dhe urës së re mbi lumin Vjos ka përkeqësuar situatën, duke ndikuar në përmbytjet e shpeshta. Për më tepër, ata theksojnë se nuk kanë marrë asnjë ndihmë nga shoqatat apo subjektet përkatëse, duke mbetur ndër më të goditurit nga përmbytjet e fundit. Familjet e komunitetit rom në Novosel jetojnë prej vitesh në kushte të vështira ekonomike dhe sociale, ndërsa përmbytjet e fundit ua kanë rënduar dhe më shumë situatën. Dëm nga mbrapa është mbushur 1 metro e ca vetëm gjan. Vetëm gjan. Me zi kam qenë sabah që po më torturojnë. Kemi 2 ditë, dje dhe sot, pardje, kemi 3 ditë të izoluar. Nuk na erdhi njëri të na thoshte, do një bidon ujë moj, zonja. As ujë, as buk, as tutje as ujë. Brenda në shtëpi. Ujë, vetëm ujë. Vetëm ujë brenda. Vetëm ujë. Tani po heq ato gjanën nga mbrapa se zhbushur se zit që kam, kisha kutivia, s'kam kutivia, kam brenda flëme dhit me pulat. Flëme qënd, kam 3 këtu, 3 nga mbrapa, 6 qënd. Po jam në supillit, do qënd. Po para 4 vjetve, para 4 vjetve, na morën në vark këtu, ja? Në nëzorën këtu, a i fjeraku, në nëzorën në lartë. E më la atje si qëni, e nuk më tha njeri, hajde më zonjë, futu bra, ose na një goduj. Me erdhi kryeplaku fshatit, nuk gënjej se është gjuna, me erdhi kryeplaku jam këtu, e më dëgjoj tha, mini masat, bure grua, bëni qatë të doni, tha, unë ju them ju paralajmëroj që hajde një, tha, kemi komun të hani dhe buk. Unë si jam në halë për një të buk. Nese, aje bëri detyrën e ti, falemderit, edhe një firëm këtu, tha, që unë u paraqita, që u lajmërova. Në rregull, falemderit, i thashun, a, ty pësëndej, i thash, po kafshën ku do t'a qojnë? Baktin, shpendët, ku do t'i qojnë? Masa vetëm për 2 veta. Momentalisht asnjë lloj dëmi, se ka ardhur si vitet e tjera, ka ardhur më pak. Shqyqy Zotit s'kemi pasur dëmi. Deri ku arriti niveli ujit? Rreth tek 70 cm. Do të thënë ti ke shtëpitë e ngritura? Po, shtëpitë e ngritura. Po banesat e tjera ka pse dëme? Banesat tjera vetëm nga 2-3 familje besoj se është një matan ande me emër Moçka dhe burazeri im që jeton tu. Atje është futur ujë, po të vesh ta shikosh atje është bërë si mos në keq. Na njoftuan, na morën numër telefoni. Dhe ku ndjen ato ditë? Te të afërmit tan, matan, ku do vëm? Unë s'kam shumë, nga gati 6-7 vite kam këtu. Lesë ka edhe kur doli në 2020, kur doli, mua më që futur ujë brenda. Si vjetë, që që Zotit shpëtuam. Tani frika është, me ashtu po rrinim ne nga dishmëri, sa marrim vesh që do dali Vjosa, ne rrim nga dishmëri. Nga dhe si, me këto të fshatit, me bakti, kemi shumë frikë, vëndes kemi ku të vinim, normale kemi pasur toka, kemi bërë një banes tu. Si që mund të shikosh dhe vetë,
Doli vjosa? Doli. Çfarë dëmesh u shkaktua juve? Dhe me shumë materiale brenda në shtëpi, pjesë shtëpiake nuk na u dëmtuan se erdhi ai kryeplaku. Atë ditë që doli lumi, erdhi na njoftoi që i ngrini plashka shpese po vjen lumi. I ngritëm i sistem muam. Sa herë që ka datë na ka prekur. Biles viti përmbytja e parë na fut deri në drejtarët komplet në fjalë çaj kishin brenda u shkatruan. Të gjitha me pajisje, me përpara nuk ka qenë përmbytje, në kohën e Enver Hoxhës nuk ka qenë përmbytje. Përmbytja filloi gjithë kur u bë autostrada, u bë ura e re edhe u ngushtua ura atje, shtrata që u bë ndërtesa e urës, edhe tash ajo fryet atje, s'ka nga të vete. Po frika është se jemi me fëmijë të vegjël. Dëmet kam lavatricen, pampuj, frigorifer, te nga kuzhina, djali që është me aftësi të kufizuar që edhe ai kishte frikë të kthesh prap me zje soda sot. Kjo nga frika dhe kjo me zje soda sot në kurriz, se po bëj që kur erdhi ujë sa pam gjendjen Ku kemi qëndruat ato ditë? te Çunidaes, Matan nga lagja. Trupa kishte frikë shumë. Ulesë friksua shumë nga edhe unë nga ankthi, nga gjithë kjo gjendja këtu. Prej një javë zona e Novoselës ka jetuar mes frikës dhe ankthit nga dalja e lumit vjos nga shtrati. Më të prekurit mbeten 11 familje të komunitetit rom në Novosel dhe 3 familje pranë shtratit të lumit, ku dëmet janë të konsiderueshme. Këto familje kërkojnë ndërkohë zgjidhje dhe ndihmë për gjendjen e krijuar.